Lajmi i shpërsimit të tensioneve me Korenë e Veriut ka sjellë reagime të ndryshme në rrugët e Seulit dhe Tokios. Në kryeqytetin koreano-jugor, titujt e parë të gazetave paralajmëronin për të shumë përfolurën luftë të prillit. Disa prej banorëve e përkrahin idenë e një Amerike më të rrept ndaj vendit komunist, ndërsa të tjerë mbeten skeptik. Shtetet e Bashkuara e treguan qartë përmes sulmit në Siri se nuk do të mjaftohen vetëm me fjalë. Kanë kthyer këtë një aeroplan pajtëse dhe po lëvizin armë nga dishtullin korean. Ky është qëllimi i hapur për luftë. Korea e Jugut duhet të përgatitet edhe ajo. Nuk besoj se do të shpërthejë ndonjë luftë. Ka pasur gjithmonë kërcënime, por asnjëherë nuk janë vënë jetë vërtet. Për më tepër, Korea e Veriut nuk është në situatën që të mbështetet nga të tjerët. Nuk e nis dot luftën e vetme. Të them të drejtën, përpiqem të mos e mendoj shumë, por këtu çdo gjë mund të ndodhë dhe kur më kalon në kokë ky mendim, friksohem goxha. Një ditë më parë, Donald Trump shkroi në Twitter se Penjani po i kërkon vetë telashet dhe i bëri thirrje Kinës të ndihmojë për frenimin e tij. Pekini është cilësuar si aleati më i rëndësishëm i Koresë së Veriut dhe burimi kryesor i saj për ushqime, armë dhe energji.